Ju keni folë për rikthimin e industrive, për manufacture, with technology, Yes. Me inteligencë artificiale, artificial intelligence. Si mund të konkurrojë Detroiti një qytet industrial në kohët e sotme? Yeah. Unë jem merna me teknologji qyrse në 2000-ën. Kom pas disa firma se kom fillu, kom pa kriju një sistem për me votu në zgjedhjet Amerikës, dhe kom kriju një sistem se luke videoklipa. Unë kom pa mungesën këtë në Detroit mas pari për talent, nuk e ki talentin, po nuk e ki industrin, këtu konkret për ato mjete, automotive industry dhe s'ka pas tjetër gjo. E duhet na me diversifiku pa, krejt këto firma, interneti dull, na s'morën pjesë në to. Krejt firmat se u merën me internet në Kaliforni, ose New York. Tashti jo ka del artificial intelligence, nuk e kena kur një firmë këtë në Detroit se o ka merët në atë punë. Edhe pak do të del quantum computing, ajo do të ndryshon krejt botën si që din të sot. Tani i ki edhe blockchain technology, nuk i kena kur një firmë këtu. Na duhet me bo një farë programi, se na jena një zonë si të qtash, një më të vorfnit në Amerikë, një 3-4 congressional district, më të vorfnit në Amerikë, si populatë, si përgjësi. I kena dhe zona shumë të pasuri? Se ka mjavë zona të ish ghettos? Po, shumë, jo, ghettos, po, nuk bje ghettos, po të vorfën, da din gjinja ju në largu për aty në vene. Na duhet me bo një program për me afru këto firma, artificial intelligence and blockchain technology companies, me bo parka me Detroit, me inimu si shtet financisht, hej, hajdi këtu, zbritim taksat, ju nimoj me shkolla, bashkëpunoj me community colleges, mas teme se juve me trenirat punëtort, për me mujt me bo punën se kiti nevoj me bo. Edhe me bashkëpunu me universitetet, edhe me bo aty në pak ma let për me ardhe, dhe kanë obligim, në qofë si ka dojnë me bo data center në Michigan. Michigan ka ma shumë data center se më do këtë krejtë Amerika tjertë se kena ujtë. Ata përdorin ujtë për me iftof makinërinë se me iftof lokalin se ato krejnë shumë... Po do energjien. Do me qelë data center këtu, hade këtu investoj për me na edukup edhe punësu rinin. Se mësi krejoj vendin e punës këtu, ata kanë me shku ku puna. Do t'jesim Shqipëria, si që ka dalin krejt rinia për me gjithë shansa tjera për vetën matë mirë, po nuk ju ka i gjojnë Shqipëri, shka bojnë, dalin jashtë Shqipëris. Edhe mos i gjithë që në këtë në Michigan, kanë mu largu edhe piktuit. Ju keni shërby e njifni këtë në bordin shkollor në Wayne Westland. What are the biggest challenges? Cilat janë sfidat më të mëdha të arsimit publik sot? Problemi ma i madhë për shkollat publik është vërfnia. Që ditësh se sa probleme kanë gjinja. Din se shkojnë për shembull një familje, se këtu pëdahen në 50% single parents. Ta shtë ti e një nonë se një babë ka rritë thmin. Shkon punë, ku shka ti këshyrë thmin? Ku është mungesa 2 prindërve në shtëpi, është pak mazar për studentëve. Edhe vinë studentët aty në shkolla, se shkollat e janë Wayne Westland, krejt të marim federal program për me hongër breakfastin falas, ku ki përmi gjysën e studentëve, si janë nërë një farë levale se e qëtë shteti për grumullim krejt familjes sa të kanë të ardhme. Problemi maj madhi është vërfnia. Problemi dytë se si kanë 2 prindë shpresë, se thmija dënë babgjyshin, gjyshin, adin familja mas pari duhet me eduku thmin. Nuk është në shro thmin të shkollat ma edukon dikush, po dush me eduku thmin vetë mas pari mungesa prindve se koha tyne, ku nuk i kena 2 prind, duhet me punu, ose të punojnë 2 prind, kush ka këshirë thmin, kush ka të rritë thmin, o ka të rritë rruga, o ka të rritë televizori, o ka të rritë interneti. O shumë rëndësishëm prind e gjysht, e gjyshet, vlaznit, të motrat, me mu interesu pak për rinin me jonimu, ajo e para. Tëni, budgeti është shumë e vogël për student, është ka $9,000 për student dhe në $10,000. Na, si komun, si shtet, pagujmë $35,000 në vit me shti dikon burg. Aq na ka ushtan si shtet. 35,000 me majt dikon burg. Aty një ju epim mjekësin, ju epim 3 hajën dit.
vendin e kanë, po na studentat, 1/3, a 1/4 i financojmë. Ajo problemi më i madhi. Edhe mësuesit është shumë rëndësishëm me avrit rrogën pak. Mësuesja ose mësuesi shkon shkollë 4 vjet, e merr diplomën. Del me një 100-150.000 borgjë, se shkollat jenë shtrajtu. Tash ti e kanë borgjën 100-150.000, vinë hinë shkollë, e marrin rrogën $40.000 në vit. Duhet me pagu borgjet të shkollës, duhet me pagu qiran, duhet me pagu makinën në fund të javës, s'dia ju jetë gjo. Vitet e para e mësuesve shumë vështirë. Mas se punojnë një 10 vjet, atëherë ja nisin me bot 80.000-90.000 vete dhe ajo është problemi i madh, edhe me mujt me i pagu ma shumë mësuesit. E dyta, në klasë i ki 35.000. Është zërë me mësu 35.000, duhet me zvoglu klasat. Pra të rritë numrin e mësuesve dhe të klasave. Po, me marrë ma shumë mësuese edhe me zvoglu numrin e mësuesve. Na si society, si popull, mos i investojmë në rinin, na kena me pagu ma vonë, me shtinë burg. Se ku nuk ka dikush shans me mësu, me majt vetën, dalin krima kështu, e na si publik, paguj me majt në burg 35.000, po nuk paguj me eduku, aty duhet një farë ndryshime. Jo, po si do ndryshohet, se kjo është një ndryshim social, po si ndryshohet kjo me ligj, sepse ju po doni të shkoni në kongres që të ndryshoni ligjet. Po. Qa ligjesh më ndoni që mund ndryshohen për këtë gjë që thatë? Shumë e vend. Ja. Duhet me bo budgetin, me ep ma shumë nima, sidomos na kena nevojë si që tash jena një komunë ma të vorshnit në Amerikë. Na si shtet, na pohim si shtet, po i suportojmë shtetet tjera me biliona. Të me shtin $1 bilion e ndryshon overnight, si thonë. Nesrit ishe ndryshimet. Po mirë, pse është kjo zona më e varfër? Pse kjo zona është më e varfër se u konë automobile industry. Ato, një farvakti delshe për shkolle, shkojshin hishin fabrikë në Chrysler ose në Ford. Shumica hishin ashtu. Ajo është largu. Ardhë kinezi, ardhë japani, ardhë gjermani, ardhë francezi, edhe jënë largu manufacturing jobs. Nuk ka mati, tashti edhe robotat jënë hi, ku 10 punëtorë bëjshin një punë, për shembull tashti një njeri me 10 maqina bën njëjtën punë. Automation është një problem se jënë largu punët edhe na jena met në qatë zonë. Shtet i kena pas do krytar të keq, ku i ki liderat këshi, lojmë u shkatru. Detroiti ka pas problem Mayor Coleman Young, u kap ke me suburbs, nuk ka bashkëpunu me ta, po u kap me ta. U largun krejt kompanijat për Detroitit, e lan Detroitit. Tani janë nisën më rikëthy. Unë jem Detroit qyshë 2002, kom pas një startup company. Jem kon partner, i kom pashti krejt parët të mija në ta, edhe kom pas një partner bilioner Detroitit, edhe kom pa unë Detroitit. Tojnë tonë Dan Gilbert. Jo, nuk o konë Dan Gilbert. Ato o konë problemi ma madhe në Detroit, o konë se ku u bon casinos, nuk dishin ku kanë më qelë, e nuk shit ke kur kushtok. Ndoj që ti me qelë me ble një building me bo banesa, s'ta shit ke kush. Ndoj që me qelë një restoran, nuk ta shit ke kush, se nuk dishin ku kanë mënu casinos. Të një erdhen ku mënu stadiomet. Dej u rahatu në krejt ato punë, nuk pa të zhvillime Detroiti. Ku i zjedhen casinos, ku i zjedhen stadiomet, atëherë janë nisi zhvillimi Detroitit. Ja, atë në Detroit brenda ka, si që përmendet ty, edhe shtëpi të vjetrat pa banuara. Mejeri Detroitit ka pas disa plane, janë bërë disa punime për shembjen e tyre, për krimin e zonave të banimit. Si mund të ndihmoj ju me idetë tuaja në kongres për këtë gjë, për zhvillimin rajonal? Unë, ku pata kanë kërru në fillim 2012, pata pas një plan bukur bëndaj, se Detroiti ishte krejt shprazën, s'kishte 600.000 vetë në të, tashtë i në rritë numërat për 800.000 do këtë të bo. Tashtë që të shpia si jenë abandoned, si jenë pa gjënë të, tashtë që ta gjënë si jenë pa letra. E pjavë shansën më ardhë me bleni shpinë Detroit, ta bojnë jetën aty, ta renovojnë shpinë, edhe e epin shansën me marrë letrat. Hajdeni
zbrit në qëtë vend se është me të shpraz, ep një jetë, e na ju epim ju letrat, me një mu juve me bo jetën e juve. Ashtu një dije jeme. Jo, nuk është ide, unë po më duket interesante, i zgjidh dy probleme njëkohësisht. Po. Po, ju e quani veten si një kandidat demokrat, po jo establishmentit. S'kam respekt për Democratic Establishment. E pava në zgjedhjet Suzana Shkrelit, shkruam atje, shkruam krejt ditën, e mora nonën me veti, se na i supportojmë tonët. Hera parë se i shku nona jeme në Democratic Convention, shkruam atje ishte zgjedhja në ora 3. Zgjedhja nuk ja filloi deri në orën 5:30. Tani nuk kishe drejt me votu në qoftë se s'ishe në atë sallë. Një kushri jam edhe ai patartë pe i Lencin të më duhet me shku, thash se bo në 6, ka bo në 6, të kom një takim 6, duhet mu largu, s'muna me prit ma. Ajo largu, shkoj të ai takimi, kishtë në dark një 12-13 majla larg Detroitit, kom lajmëroj, tha, hey, o kam vjen drejta me votu, tha, si është kjo? Tha, qysh më ka të vjen drejta, nuk o normal, nuk duhet me funksionu ashtu. E pava problemin, e kishim bot, kush dojke me votu, a është aty, ajo kishte opsionin me votu. Mora, adin disa njerëz tjerë edhe thash qëre, edhe publikisht thash kjo, dhe 9:30 nuk e qitin rezultatat. Qësh dhe 9:30 nuk dalin rezultatat, ajo o konë katastrofë për partin, edhe në rreth sociale, unë dola i kritikova si që majtën atë zgjedhje. Kur kush tjetër krejt të ishin, bukur, krejt sa mirë, o konë sa njeri. Nuk o normal, ti dush mësë më shef. Ti e aty parti, e ka bënë votat, votat pa regull, që ta zhvonë dëllë dikush i qojnë gjëgjë. Tha jo, e kini bo pa regull, e zdi qa bo ma qeshti, po gjinja nuk kanë qef me fol të komandanti, si me thonë se të fuqia. Unë e qatë mirë kom se si tremi kërkuj, i tremi 2 vetëve, zotit e vetë vetës, se s'ka njeri në botë se tremna, për tyre.